Zëvendës kryeministre dhe ministra e infrastrukturës Belinda Balloku është rikthyer në detyrë pas vendimit një ditë më parë të gjykatës kushtetuese. Sipas vendimit, gjykata kushtetuese ka rrëzuar masën e pezullimit të vendosur nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar me 5 vota pro dhe 3 kundër, ndërsa ka pranuar ankimimin e kryeministrit Edi Rama në lidhje me këtë çështje. Seanca për shqyrtimin e ankimimit do të jetë publike dhe do të zhvillohet në datën 22 janar. Mbledhja e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese mori në shqyrtim paraprak çështjen me kërkues kryeministrin e Republikës së Shqipërisë me objekt zgjidhja e mosmarrëveshjeve të kompetencës së krijuar ndërmjet kryeministrit dhe Këshillit të Ministrave nga njëra anë dhe gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar nga ana tjetër, lidhur me pezullimin e ushtrimit të detyrës së antarit të Këshillit të Ministrave. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka reaguar pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Në një postim në rrjetet sociale, Bardhi shprehet se kushtetuesja ka qenë nën presionin e kryeministrit Edi Rama, ndërsa shton se ky vendim i gjykatës nuk mund të rikthejë 50 milionë euro të humbura dhe të vjedhura nga Balloku në tunelin e Llogaras. Sipas tij, vendimi është një akt politik i Ramës për të penguar drejtësinë dhe për të mbrojtur veten dhe bashkëpunëtoren e tij, ndërsa shton se për fat të mirë është një akt i përkohshëm. Bardhi thekson se Balloku është e vetmja e pandehur që në historinë e Unionit Evropian as nuk jep dorëheqjen dhe as nuk lejon që ta shkarkojnë, por shton se kush gëzon sot do të hidhërohet më shumë nesër, pasi sipas tij e vërteta do të triumfojë. Ndërkohë, vendimi i mbledhjes së gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese për pezullimin e zbatimit të masës pezullim nga detyra ndaj zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjetikës Belinda Balloku është publikuar në fletoren zyrtare. Ndërkohë, masa e gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për ndalimin e daljes së Belinda Ballokut jashtë vendit mbetet në fuqi.